darsmet përpara kanë qenë më të mira për kohën teme, kurse tani në për restorane, në për kafeteri, ku ta di unë, organizimet ndryshme, kurse përpara janë knaq me fëmijë, bijet, me javë, një javë darsëm, një javë. Një javë darsëm, shkojshëm i mbledhshëm bijet me kerra, me kuaje, me një javë. Gratë e kujshive, s'ki pas ti, nëse unë kam pas darsëm, krejt familjar, rrethi i ngushtë, krejt kanë bon shërbime, kanë gatu atëherë, kanë punu, kanë zi, kanë... I kanë dimu një tjetër? Për një javë. Edhe kështu që vinshin nuk knaqë njerëzit, mesa, daj, kangë, valle, mahi, ndryshme jo, sukur tash me internet, me asi. Sot edhe me të arë në mesa, nipi, ullëm që aty pim një kafe bashkë, po me folë s'folëm. Me telefona? Po, me telefona, gjithse kush atë dëshirën e vetë, po Marakin shka i interesant me këqyrë. Edhe, për shembull kjo vesha e vajza. Sot me vesh këta, na kemi problem në shoqni me vesh këta, nuk e veshin. Pse e përqeshin njëna tjetrën? A ka qenë veshje hasit edhe kjo? Kjo e qiks. Qika, kur ka hinë pubertet, do më thonë kur është e gatshme për fejes, është dasht qështut me konë. Sukur tash që për lypin. Unë shpesh përbi, kam do që kanë qitë këto, nuk jemi kundra marhamve, këto mbuloja të veshje muslimanët i qujnë, kurse unë për thamë, nëse do një vesh i kullët to, jo qysh me vesha, po atëherë ku ju konvenan juve me veshat vesh. Ndesh mu mshel, ndesh kërkun nuk shish, e she. Nuk të she trupi, nuk të she ato format e trupit i ki, se është vesha qashtu me prejnë stilin e ka. Janë shumë të vjetra, të unë e gjinë, në originali kam këto, veç unë janë një, muj me thonë, krejt hasin një. Ani pse sot ka ndryshime të mëdha si në veshje dhe në aspektet të tjera kulturore. Ramadan Toto i bën thirrje të ruan trashëgimia kulturore, të bartet prez pas brezi, si dhe të ketë dashurime të madhe mes vete. Në ta mojnë, se pa e ditë ka e ki ardhin, edhe s'din ku ki më shku. Mua ma mërmenja. Kështu që duhet me ditë sa do pak ti ka njerëzit ta din kulturën e vetë, qysh kanë bën ndryshime, ku çka kanë ardhur me kohën, edhe tash kjo do t'jetë si lloj mesazh. Punoni për njëri tjetrin, e këshilloni njëri tjetrin në rrugë, gjithsesi në rrugë të mirë e drejtë, kjo ka me qenë më mërmenja.